Afërdita Demaku përjeton dhimbjen e humbjes, një mesazh prekës për motrën. Këngëtarja e njohur kosovare Afërdita Demaku ka ndarë një lajm të dhimbshëm me ndjekësit e saj, duke njoftuar se motra e saj ka ndërruar jetë. Ky moment tragjik ka prekur thellësisht zemrat e shumë njerëzve, duke sjellë një ndjenjë humbje dhe trishtimi. Në një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo ka shprehur dhimbjen e saj të thellë për humbjen e një antari të rëndësishëm të familjes. Ikja jote e hershme motër sot na kputi shpirtin, ke qenë ëndëll për ne të gjithë, ke ditur të japësh vetëm mirësi dhe dashuri, shkruan Afërdita, duke theksuar dashurinë e saj të pakushtëzuar për motrën e saj. Mesazhi i saj është një kujtesë e fortë për të gjithë ne, mbi rëndësinë e lidhjeve familjare dhe dashurisë që ndjejmë për ata që na rrethojnë. Afërdita thekson se motra e saj do të kujtohet gjithmonë me mall dhe krenari. Ngushëllimet e shumta nga miqt, fansët dhe kolegët e saj kanë filluar të mbërrinë, duke dëshmuar se sa shumë e donin dhe respektonin motrën e saj. Kjo tregon se sa rëndësishme është të jemi aty për njëri tjetrin në momente të vështira. Ngjarje të tilla na bëjnë të reflektojmë mbi jetën dhe vlerat që mbajmë të shtrira në zemrat tona. Afërdita përmes këtij postimi na fton të kujtojmë se dashuria është ajo që na lidh dhe na jep forcë në kohë të vështira.